Të dashur miq, jemi sot pas protestës së opozitës dhe unë do të kisha shumë dëshirë që atë se çfarë ndodhi, por edhe se çfarë pritet, ditën e sotme ta diskutoj me të ftuarin që kemi, Romeo Kara. Faleminderit që je sot me ne. Faleminderit juve. Dëgjoj, cilat janë skenarët e ardhshëm lidhur me situatën e protestave të njëpasnjëshme që organizon opozita? Tani po pyesni sigur unë jam pjesë e opozitës apo kam dieni lidhur me skenarin. Skenari ka të bëjë me pjesën më intime që ka opozita. Unë mund të flas për logjikën. Çfarë shoh në protest, çfarë mund ndodhi, por dhe si duhet bërë, sipas mendjes time, se japim një mendje më të ftohtë. Unë mendoj që momenti politik në Shqipëri ka nevojë për protesta, ka nevojë për sensibilizim të faktorit ndërkombëtar dhe ka nevojë për një qasje të pastër, të sinqertë, po dhe të fortë në raport me drejtësinë. Dhe pikërisht në këto 3 pika unë analizoj edhe protestën që po ndodh dhe si duhet të evoluojë një protestë. Protesta është e drejta bazë, domethënë, e mbledhjes njerëzve, diskutimit, të protestojnë, të gjejnë kurajën, të mos pranojnë degradimin që i vjen pushtetit edhe nga vetvetja, po sidomos për të mbrojtur drejtat e tyre themelore. Pra, ka momente të caktuara që protesta nuk është më një drejtë, po është detyrë pastaj. Ajo që unë mendoj që duhet të ndryshoj është raporti me drejtësinë. Pra, atë përkraje që jep protesta sot drejtësisë, atë përkraje du të japim drejtësisë, domethënë, edhe në raport me veten. Pra, të mos kemi 2 standarde. Duket sigur tani njeriu ka të drejtën e tij që të mbrojë veten, por ne duhet dalim në një politikë që jep shpresë del nga hipokrizia, del nga dublimi i standardeve. Pra, a ka dhe njerëz brenda opozitës që duhet të tregojnë të hapur me drejtësinë, edhe t'i ofrojnë drejtësisë, ashtu siç duan që t'i ofrojnë dhe ata që janë sot pushtet, mëkatar, drejtësisë. Se për këtë po bëhet protesta. Se po të kemi drejtësi në çdo rrafsh, tani njerëzit po e kuptojnë, po të kemi drejtësi në çdo plan, atëherë do të kemi edhe një minimum jetik dinjitoz, do të kemi një rishpërndarje të dur pasurive, të cilat nëpërmjet ligjeve në aparencë, por antiligjit në aktivitet plot, kanë bërë që pasuria publike të shkojë në duart e disa personave, dhe politika të jetë kthyer siç e shohim dhe vetë në biznesin më fitëprodhues. Plus, protesta duhet të ketë një fokus më të qartë. Pra, nëse do të bëhet kjo, që unë po them tani, patjetër mesazhi tek të huaj do të jetë më fitues në drejtim besimit. Ne do ta kuptojmë që të huajt akoma nuk kanë shprehur besimin që kjo opozitë po mund të rikthehet në pushtet. Se po të ishte marrë ky sinjal, protesta do të kishte tjetër organizim, tjetër forcë dhe të ishte finalizuar. Por kjo protestë unë e shoh që është një sinjal për të thënë të huajve, po, ne jemi kjo opozitë me këto probleme që kemi, por ne jemi të fortë, nuk jemi shuar dhe ne nuk mund të vazhdojmë më të tolerojmë një qeverisje e cila në momentet që flasim ka kaluar Rubikonin. Pra, ka ndërhyrë drejt për drejti, jo më në mënyrë të thotë, në territorin e drejtësisë. Këto janë që unë i kam dhe nga kontaktet që janë me të huajt. Dhe besoj dhe ata do të bëjnë qëndrimin e tyre në raport me zhvillimet e fundit. Më pas, mendoj që protesta duhet ketë edhe disa fokuse reale. Pra, kjo është një protestë që ka këtë fokus në moment. Zakonisht kur bëjnë protestat, nuk bëjnë për të treguar forcën dhe shkon në shtëpi. Pra, nëse do të bëjmë një protestë për
unë kam ngritur disa herë zërin për ato që kanë njerëzit e thjeshtë, për njerëzit që pushojnë me pa drejt nga puna, për njerëzit e thjeshtë. A është pushimi njerëzit e thjeshtë me pa drejt nga puna një vepër penale apo jo? Po, patjetër, mos e kjo është ka të bëj. Jo, po kjo s'është që na duket sikur punët e pushtetit janë më të rëndësishme. Unë kam në pikë të mëngjesit një djalë fatkeq, më ka dërguar një foto ti, ka shkruar gjatë, nuk e ka dëgjuar njeri, nëse e kap kamera, ky personi quhet Alfred Zeneli, duke parë e duke dëgjuar çfarë kam thënë unë, lidhje me konstatimin si shpërdorim detyre të heqjes me pa drejt nga puna, pra në gjykatë shkohet, e konstaton gjykatësi që dikush është heq me pa drejt nga puna, dhe nuk e konstaton shpërdorimin e detyrës. Këtu është vepër penale. Po ne duhet ta vëmë tani këtë. Pavarësisht vendet e tjera kanë zgjidhur me një bon sens, pse kanë krijuar një etik, një fashë etike e cila nuk të kalohet dhe nuk i lejon pushtetarët të shpërdorojnë të përdrejt, po ky njeriu sot është kthyer në një invalid dhe nuk e gjen kurkund drejtën e tij. Edhe unë mbahem, si besimtar i mbahem asaj shprehjes, kush vret një njeri ka vrarë gjithë botën dhe kush i bën dëm apo padrejtësi njeriu i ka bërë gjithë botës. Ne të gjithë kemi përardhur nga një njeri, nga Adami. Kjo është më e thellë. Nuk na duhet politika e madhe e saltaneteve, po ajo politikë që shkon ke njerëzit, që jep mesazhe. Pra, ne do arrim dot ne që me një protestë shëmbullore, me kaq shqiptar sa kemi ngelur, edhe me 10 veta qofshin, drejtësia nuk shuhet. Nuk është drejtësia e varur nga mazhorancat apo nga minorancat. Drejtësia është e pandryshueshme. Edhe gjithë shqiptarët zhytën llumë, drejtësia do ngelet drejtësi. Dhe për këtë arsye unë mendoj që ne do ta bëjmë për shembull të kemi një fokus real që po pushimi njerëzve me pa drejt nga puna, që pason dëme të tilla shpërfytyruese dhe është turp përveç shoqërinë që ka indiferencën që njerëzit ka ta ndisin në pozitën e Alfred Zenelit, duhet të jetë domethënë një vepër penale dhe të sanksionohet edhe në kodin e punës, po edhe në kodin penal. Edhe të bëhet dëmi, jo vetëm dëmi për rrogat që nuk i japin, që ne paguajmë moment caktuar 2 rroga për një punë, por edhe dëmi moral. Dhe këto të dalin nga xhepat e atij që ka dhënë urdhrin. Dhe kështu mu mendoj se ne presim dhe rrugën e atyre që kërkojnë të vinë pushtet për një pune dhe kërkojnë të mbajnë pushtetin me një pune dhe i japin votën në tuf pasaj për vende pune. Dhe në kjo se ne do t'i drejtohemi një protestë fuqishme përkundra grupeve mjaft fuqishme sot të krimit, janë krim organizuar. Dhe sot kemi një lajm që është mangur një atentat ndaj ish kryetarit të strukturës posaçme Altin Dumani. Atëherë ne duhet të marrim masa që të vendosim ligje adekuate, të zbatojmë ato sa më shpejt, të mos guxojë njëri të sfidojë drejtsinë në një mënyrë të paprecedent më parë. Duhet kemi protesta edhe për një reformë administrative. Pra njerëzit duhet ta shohin veten në administratë të përjetshëm, të sigurt, të sanksionohen kush janë vendet politike në administratë, dhe të mos kemi këtë dëm që kemi sjellë Shqipërisë, që kemi njerëz specialistë shumë të mirë, të cilët detyrohen të pajtohen me shkeljet ligjore për vendin e punës. Pra, kemi ata që na vjedhin nëpërmjet tenderave, po dhe atë komisione ka dhe njerëz që e vën firmën me detyrim. Po se vure firmë liro vendin e punës. Këto ne i dim, tani këtë duhet ta sanksionojmë me ligj, dhe kur protesta arrin një fitore, atëherë ajo ngel si mjet i fundit. Nëse grupet e interesit nuk janë përfaqësuar në parlament dhe nuk arrin dot parlament të krijojnë edhe kohezionin, se tani kur ne themi në shoqëri të civilizuar, krimi dënohet kur zbulohet. Po dhe shejtanlliku në administratë apo në biznes nuk tolerohet më kur zbulohet. Atëherë i drejtohen protestës. Pra është një shenjë force e cila me sa shoh trendin ka qenë në rritje, dje ka pasur një numër jo të vogël njerëzish,
Pra, ka qenë e plot në pjesëmarrje, ka bërë efektin e parë të mobilizimit. Ka dhënë sinjalet brenda dhe jashtë, dhe nëse do të vëmë fokus se po do të rregullojnë atë raportin të temur me drejtësinë, unë do të jemi nga qytetarët e parë pasaj të protestë. Se duhet ta shoh veten me integritet në të gjitha momentet që të provon koha, domethënë. Dhe vetes nuk e lejoj pjesën me dy standarde. Ju na e parashtruat duke na dhënë edhe arsyen se pse ju një ditë të bukur do jeni në protestë. Po Shkëlzem Berisha, pse është në protestë? Si mendon? Nuk e di, ai mund të ketë arsye më tepër se unë për të qenë protestë. Pase unë nuk e përziej dot protestën time në protestën e të gjithë njerëzve politikës që kanë qenë pushtet. E kanë vështirë ta përziej protestën. Do doja një protestë më të purifikuar. Megjithatë, një protestë sot nuk besoj se njerëzit që janë atje. Ai mund ta shfrytëzoj protestën, por nuk besoj se njerëzit që janë atje janë çuar për problemet e Shkëlzem Berishës. Aty ishim më përpara, nuk arrinin të çoheshin, nuk kanë gjetur një opozitë tjetër, nuk lindi një opozitë tjetër, por ata që janë çuar protestë sot janë çuar një pjesë për gjendjen e tyre. A ka arritur kjo opozitë me kalimin e kohës bëhet më e pranueshme për ata që ishin protestë? Po shoh se po. Se po shtohet numri i tyre. Kështu që një pjesë e madhe atyre njerëzve unë e di dhe kam folur me ta. Çfarë presim më thotë? Të lindi një opozitë që s'ka ndërmend të lindi thonë? Unë nuk mund duroj. Dikush në moshën time sheh edhe punët e veta direkte, po dhe të fëmijëve. Se po na shkojnë fëmijët nga 30 vjeç. Edhe çdo prind do dëshironte dhe kur smuret fëmia, besoj do më jepni drejt, si ti dhe kameramani. Themi më mirë smurën vetë. Kur i ndodh një gjë fëmijës, më mirë të ndodhi mua. Tani largimi rrugëve të botës nuk do e kisha dëshirë, domethënë. Po të marr provojat e dhura, të sjellin vendin e tij, po ajo fjala guri rënd vend vetë ka mësuar ata që kanë jetuar jashtë. Edhe unë kam jetuar aq kohë sa ta mësoj këtë gjë. Dgjoj, ne shohim një opozitë e cila thotë se kësaj qeverie i ka ardhur fundi, se këta kanë bërë vetëm zullume. Nëse do jepej radha opozitës për që në pushtet, kush do ishte i denj për ta drejtuar vendin? E këta që kemi gjithmonë. Tani ke hyrë në thelb. Njerëzit thuhet në librat e shenjtë kanë vetëm një ndarje nga Zoti. Kush është më i devotshëm i njëri tjetrit? A kemi ne sot garën për qeverisje midis dy të devotshëm? Pra përsupozojmë që janë të devotshëm. Kush ka më shumë integritet? Kush ka më shumë aftësi profesionale? Edhe më i pranueshëm komunikim e ka të lindur ose me bindi një etik komunikuese që arrin të bëhet përfaqësues i tjerëve. Se jo të gjithë mund të jenë përfaqësues. Unë këtë s'mund të pranoj që ka bërë një status në Facebook në disa raste, merren pick-up tani nga kryeministri, më pëlqeu statusi yt. Ti do të marrësh njerëz të cilët janë përfaqësues. Këta nuk e kuptojnë veten që janë përfaqësues të popullit, po janë përfaqësues të liderëve. Këtë gabim e ka bërë edhe këta që dalin protest, pjesa e elitës. Ti nuk mund të çosh parlament njerëz që u provuan dhe s'merrin dot vota dhe i lirë Ali Mehmeti të ngeli jashtë. Ka marrë vota më shumë se 4-5 veta që janë tani në parlament. Pra, bashkë pse? Se këta nuk e kanë ndërmend ta bëjnë të moment. Prandaj unë duke parë gjërat më thellë jam më skeptik atë kodin zgjedhor. Se një nga arsyet që demokracia ka degeneruar në Shqipëri në një treg politik duopol, pra dy partitë, njëra në pushtet dhe tjetra në opozitë, është ky kod zgjedhor, të cilin e kanë bërë bashkë nga 2008, 2004 edhe 10, 2005 i dha një llusë të fundit. Por e kanë parë që me këtë kod zgjedhor, me këtë kamuflim dhe përdorim që po i bëhet pasurie publike dhe politikës, do të ngeli një opozitë në shuarje dhe kjo opozitë tërkohon në opozitë.
Por në vendet vogla si ne, kur preken parametrat e stabilitetit, për të jemi të bindur, dhe le të thonë që jo po ne kemi mirë me politikën e huaj, e ka mirë me grup, po jo me pjesën tjetër, në kontakte që kam pas që nga viti 2000 të paktën, me politikanë shumë të rëndësishëm, minimumi gjerman, se më vonë janë zgjeruar kontakte, ata kanë kërkuar gjithmonë stabilitet. Në atë kohë në kërkonin të ruanin kufin, që të mos kishin flukse migratore nga Azia, Lindja Mesme dhe Afrika në Shqipëri, por edhe pjesën e fluksit të drogave që nuk ishin ka shqetësuese në atë kohë, së tani janë më të mëdha. Tani kemi dhe të mos eksportojmë atë krimin organizuar që kemi brenda dhe mundësisht ta shohim atë, kjo është shumë i fuqishëm. Pra bëhet fjalë për biliona euro apo dollar që janë në duart e një krimi të organizuar dhe ordiner, po që fatkeqësisht po i pastrojnë ato para dhe kanë marrë koncesione jo vetëm në ekonomi, po dhe në politikë. Për këtë arsye, domethënë, na shohim me shumë vëmendje se si do ta rimëkëmbim demokracinë. Dhe pa u rimëkëmbur demokracia brenda partive, pa u instaluar, unë fatkeqësisht konstatoj në asnjë parti politike shqiptare nuk ka jetë funksionale demokratike. Pa që i ketë demokraci nga poshtë lart. Dhe gjithmonë e ngrezërin, kopjojnë një gjë që themi në lidhje me teza tjera, po këtë nuk e përmendin të dyja palët. Në raport me kushtetutën dhe me ligjin për parti politike, këto parti politike janë të jashtëligjshme. Këtu është vrarë demokracia e brendshme, sidomos ajo nga poshtë lart. Karriera brenda atyre partive, meritokracia është shuar me kohë, buron vetëm nga lëpirja dhe përzredi kryetarit, me ato statuset që unë thash. Dhe meritokracia, ka sjellë që meritokracia është vrarë pastaj edhe në administratë përfundimisht. Për këtë arsye unë mendoj që duhet bënë ligj për administratën, sipas shembullit gjerman. Nuk kemi nevojë të marrim shembull tjetër. Dhe Hitleri nuk ka guxuar ta politizojë administratën më tepër se në 2 digastere, që ka qenë ai i luftës apo i mbrojtjes, edhe i policisë së bashku me shërbimin sekret. Dhe ajo Gjermani u rimëkëm në 45-ën, se u kurtisë e administratë e krijuar që kur forcua Prusia 1740-ën, me një atu dhe një kënaqëri që ata kanë që e quajnë vetëm shërbëtor të popullit. Dhe nuk ka problem asnjë njeri që punon në administratën gjermane të pronësohet politikisht kundra qeverisë që është pushtet, pasi është e garantuar. Nga këta personat të huaj që ju përmendët, unë ti se keni pasur shumë komunikime me Donald Lu, është e vërtet? Të drejt për drejt. Pse mendosh, po apo jo? Po, mund të jetë e vërtet. Çfarë ju thoshte ai? Kush ishte meraku më i madh i tij? Tani ato që janë thonë komunikime të brendshme nuk kam qef të i përcjell. Megjithatë, po them vetëm një shprehje që ky sistem politik duhet shkundur, kaq. Ai nuk bëri asgjë, iku dhe asgjë s'na bëri. Nuk i kërkoi llogari atij, ai punon për administratën amerikane, po unë mendoj që ka bërë. Mos harroni prononcimin e tij në Burrell, ku një moment tha, nxirrini nga zyrat ata që nuk u përfaqësojnë. Askush në shqiptar nuk do të ta kuptonte në atë kohë. Do ta kuptonte. Po, edhe nuk kemi guzim, ne nuk Nuk mendoj se edhe sot duan ta kuptojnë këtë gjë. Po, a është aktuale? Patjetër. Shumë aktuale. Por, paktën ai ka treguar një lojalitet që duhet vlerësuar për atë që ka bërë. Tani kam një pyetje tjetër që e kam merak vet. Ka dalë dosja e peshkëpis për Belerin. Dhe mendojtë se hetimet për të janë mbyllur nga gjykata e lartë. Si mund të shkohet për Strasburg? Unë rekomandoj të pyesni personin atë DAP për këtë Eugen Beci. Unë e kam të njohur të vjetër. Ka shumë mundësi që t'i larguar dhe nga është përdorur reforma për t'i larguar pikërisht për të dosje. Këtë kam si informacion. Pra, ja u jap dhe numrin, të lidheni me të, besoj se ai do të tregohet i hapur
kam një garanci 100% që ai do të jetë i disponueshëm për ju. Më mirë ta merrni në burim direkt nga ai person që ka hetuar dhe ka ribër dosjen për ta rihapur prapë. Me atë qëllim se ai ka konstatuar vepra penale që ai dosje nuk duhet mbyllur. Dhe në atë moment ju ndërprer karrierë, nuk e di tani sa ka lidhje, por është interesante ta bëni një intervistë pikërisht për këtë punë me Genin. Faleminderit. Shumë faleminderit edhe për intervistën edhe për kohën.